Në Venezuelë një gjë është e sigurt, represioni nuk ka marrë fund me kapjen e Nicolas Maduro, përkundrazi është intensifikuar. Në rrugët e distriktit Petare të kryeqytetit Caracas ka njerëz me maska dhe armë që patrullojnë rrugët dhe që kontrollojnë njerëzit dhe telefonat e tyre. Gjithashtu një dyzim postobllogjish ushtarake janë ngritur në qytet, ku gazetarëve të huaj u ndalohet aksesi. Unioni i gazetarëve dhe punonjësve të medias raportoi se 14 gazetarë u arrestuan ditën e hënë për t'u liruar disa orë më vonë. Edhe forcat e policisë patrulluan rrugët e Caracasit gjatë natës, bëri të ditur ministri i brendshëm i vendit, Diosdado Cabello. Në rrjetet sociale janë publikuar foto të Cabello pranë anëtarëve të forcave të sigurisë, shumë prej të cilëve të pajisur me armë automatike. Gjithashtu në një video, efektivët bërtasin për gjithmonë besnik Kurt Tradhtar. Së bashku me trupat e sigurisë, ministri i brendshëm patrulloi disa zona të kryeqytetit natën mes së hënës dhe të martës për të monitoruar nga afër situatën. Ndërkohë, të tremur nga trazirat eventuale, pronarët e bizneseve në Caracas mbrojtën dyqanet e tyre me qenë. Lidhur me zhvillimet e fundit reagoi dhe liderja e opozitës venezueliane, Maria Corina Machado, e cila kërkoi lirimin e të gjithë të burgosurve politik. Gjithashtu ajo tha se presidenti i caktuar e vendit, zëvendësja e Maduros, Delcy Rodriguez, nuk është dikush së cilës mund të zihet besë.